saj ndër vite, por edhe problemet e mosbatime. Tash, fillimisht, du të theksoj që si IKD kemi posi proces shumë me rëndësi, fillimisht procesin e rishikimit funksional të sektorit sundimit ligjit. Për ata, ndoshta dhe për shikuesit me qartësu, reforma e rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit është një ndër reformat më të mëdha në sistemin e drejtësisë në Kosovë, përmes cilit në një proces që ka zgjatur disa vite dhe në disa faza është skanuar deri në detaje gjendja në sistemin e drejtësisë. Dhe ideja ka qenë se kjo strategji ka qenë pak më ndryshe, nuk ka qenë vetëm një dokument formal, mirë po realisht ka qenë një dokument i bazuar në evidencë, i bazuar në realitetin e sundimit të ligjit në Kosovë dhe i cili ka synuar që ti adresoj gjitha probleme, një pjesë të konsiderueshme të problemeve në fushën e sundimit të ligjit. Dhe si derivat i këtij procesi të rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit, në vitin 2021, për një periudhë 5 vjeçare, miratohet për vitet 2021-2026 miratohet strategjia për sundimin e ligjit, që supozohet të jetë dokumenti bazik planifikues, strategjik, lidhur me atë se si do duket sundimi i ligjit në Kosovë në momentin kur përfundon afati i kësaj strategjie. Fatkeqësisht për vite me radhë ne kemi por problematika të ndryshme në lidhje me zbatimin e kësaj strategjie. E para, nëse e përmbledhim, nëse i shohim gjitha raportet që kemi publikuar deri më tani, problematika e parë është se strategjia në të vërtetë në momentin kur është miratuar nuk është trajtuar si dokument qendror orientues strategjik lidhur me avansimin e sundimit të ligjit, mirë po që prap janë përcjellur me këto problematika, mungesa e mbështetjes së mjaftueshme për realizimin e aktiviteteve të caktuara, mungesa e prioritizimit të aktiviteteve të caktuara, mos ndërmarrja e veprimeve në përputhje me këtë strategji e tjerë. Kjo ka kulmuar do thotë me faktin që një vit kjo strategji ka mbetur pa plan të veprimet, thënë më ndryshe ka mbetur e pazbatuar, për shkak se strategjia në vetvete implementohet përmes planit të veprimit. Dhe për një vit të tërë, qeveria ka dështuar që ta bëj rishikimin e strategjisë dhe ta miratoj planin e ri të veprimit, ashtu që për një vit të tërë kjo strategji ka mbetur e pazbatuar. Sot, nëse i shohim do të thotë se cilat janë rezultatet e kësaj, më pastaj para se dal te kjo pika e fundit, ka posur edhe probleme të tjera për shkak se ka posur ligje të cilat janë miratuar, mirë po që nuk janë miratuar në përputhje me atë çfarë ka gjetur rishikimi funksional i sektorit të sundimit ligjit dhe strategjia për sundimin e ligjit. Ka posur aktivitete që janë raportuar si të përmbushura, ndërsa ato në realitet nuk kanë qenë të përmbushura. Dhe do thotë gjithë kjo situatë, duke ja shtuar edhe faktin e mungesës së konsiderueshme të buxhetit për institucione të caktuara, për aktivitete të caktuara, ka bërë që strategjia mos ta arrijë efektin e vetë. Dhe sot, kur po i përfundon afati kohor kësaj strategjie, që do duhet që ta kishim një sistem të sundimit të ligjit të avancuar, efikas, të qasshëm për qytetarët, një luftë më adekuate kundër korrupsionit, fatkeqësisht rezultatet e saj nuk janë arritur për shkak të mungesës së përkushtimit në zbatimin e saj. Faleminderit shumë, zotëria Ademi. Qysh e keni pa këtë strategji që si dokument është vlerësuar jashtëzakonisht shumë edhe nga faktori ndërkombëtar, por edhe nga shoqëria civile, si një dokument gjithë përfshirës që ka adresuar shumë prej çështjeve që ka pasur nevojë fusha e sundimit ligjit. Dhe përveç miratimit saj, si e keni pas zbatimin në praktikë? Faleminderit. Vetëm atëherë strategjia për sundimin e ligjit, në vërtetë siç u theksua parapar nga viti 2023-2026, si një ndër dokumentet kryesore të qëllimit të reformimit gradual të sistemit të drejtësisë në tërësi, duke pas parasysh se Kosova trashëgoi sfida të mëdha në kuadër të sistemit gjyqësor, specifikisht të pas parasysh numrin e madh të lëndëve, procedurat të sërzgjatura, mungesën e transparencës, u konsiderua përmes rishikimit funksional të ligjit që në kuadër të strategjisë të përcaktohej edhe avancimi gradual i vetë reformave në kuadër të sistemit. Në kuadër të objektivave që janë përcaktuar dhe planit të veprimit, sistemi gjyqësor kishte tërësisht 93 aktivitete që duhej të përmbushej për qëllim të arritjes së objektiveve përfundimtare të strategjisë. Dhe rrjedhimisht, siç është vlerësuar nga vetë raporti i qeverisë, por njëkohësisht edhe nga raportet e organizatave jo qeveritare që kanë bërë monitorimin e zbatimit të strategjisë, Këshilli Gjyqësor rezulton që ka përmbushur diku rreth 56% të aktiviteteve që janë parapar ekskluzivisht në kuadër të sistemit gjyqësor,
23% të aktiviteteve që kanë qenë në proces të implementimit dhe 22% që kanë mbetur për më tutjet që të implementohen. Ku kanë qenë sfidat? Në esencë, strategjia ka pasur një fokus dhe një qëllim që të ketë koordinim mirë institucional, sepse çdo aktivitet që ishte paraparë në raport me një institucion të caktuar, tangonte apo prekte veprimin e aktivitetit të institucionit tjetër që kishte detyrim të ndërmarrte aktivitetin për ta përmbushur objektiven strategjike. Në këtë kontekst, do të thotë, ka pasur një jo koordinim të mirëfillt institucional, mendoj unë, që ka paraqitur një ndër sfidat kryesore. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, mendoj unë, që ka penguar dhe pamundsuar apo stërzgjatur procesin të përmbushjes së aktiviteteve ka qenë fatkeqësisht që ne duhet ta ritheksojmë vazhdimisht mungesa e buxhetit, qoftë për resurset humane, qoftë për logjistikën, qoftë për vetë mjetët e punës që duhej të përmbushte sektori gjyqësor. Dhe po ashtu, pastaj edhe vonesat në kuadër të vetë institucioneve të tjera që bëheshin e që nuk i përmbushin me kohë aktivitetet që pastaj tangonin pamundësinë e sistemit gjyqësor për ta përmbushur një aktivitet të caktuar. Sidoqoftë, Këshilli Gjyqësor përkundërse ishte bartës kryesor, një ndër bartësit kryesor institucional për të përmbushur aktivitetet e veta, rezulton nga gjitha raportet që ka përmbushur më së shumti realisht aktivitetet e paraparme strategjike. A janë të mjaftueshme? Jo. A duhet hecur përpara? Duhet domosdoshmërisht hecur përpara. Por a ka avancim në përmbushjen e objektivave strategjike? Ka avancim. Dhe pse ka arrit, mendojnë e Këshilli Gjyqësor, që të përmbush kaq shumë përqindjet e larta të aktiviteteve? Sepse është bërë një metodologji e punës nga vetë Këshilli Gjyqësor. Si ka qenë? Aktivitetet që janë paraparë brenda vitit i ka inkorporuar në kuadër të planit të punës. Dhe rrjedhimisht në kuadër të planit të punës që kishte Këshilli Gjyqësor, kërkonte që të përmbushej aktivitetin në kohë, pastaj kishte mundësi që të mbikëqyrte a u përmbushur, ku ishin sfidat dhe ku duhet ndërmarrë veprime urgjente për ta përmbushur aktivitetin. Kjo e ka treguar një rezultat më pozitiv në kuptim të përmbushjes së aktiviteteve. Por mendoj që mungesa e koordinimit dhe mungesa e planit të veprimit për vitin e ardhshëm, pastaj e ka kushtëzuar dhe e ka goditur një pamundësi edhe vetë Këshilli Gjyqësor për ta përmbushur objektivat në tërësi të kuadër të strategjisë. Faleminderit për këtë fillim. Zoti Krasniqi, çish ka ndiku kjo strategji e sundimit ligjit në sistemin prokurorial të Kosovës? Megjithatë, përkundër sfidave që i ka pas zbatimi i kësaj strategjie në praktik, unë konsideroj që ka qenë një nga dokumentet më të rëndësishme që ka pas Kosova dhe që ka pas rëndu aktivitetet e institucioneve kyçe sistemi drejtësisë. Prandaj, me të drejtë në atë kohë, ishte quajtur nga ambasada amerikane si një ndërmarrje masive për shkak të veprimeve, kompleksitetit, çështjeve që ka trajtuar dhe veprimeve dhe obligimeve në kuadër të institucioneve që ka parapo kjo strategji. Them që në sistemin prokurorial, strategjia për sundim ligjit ka ndikuar jashtëzakonisht